Një delegacion prej 7 antarësh i përbër nga përfaqësues të biznesit, politikës, akademisë dhe medias zhvilloi një vizitë në Ballkan me qëllim forcimin e marrëdhënieve ekonomike, kulturore dhe tregtare ndërmjet Turqisë dhe vendeve të rajonit. Delegacioni realizoi takime të ndryshme për të shqyrtuar mundësitë e investimeve, për të krijuar partneritete të reja dhe për të zhvilluar bashkëpunim ekonomik. Delegacioni u kryesua nga Rifat Said, ish deputeti i Izmirit në legjislaturën 24 të partisë AK, kryetari i Qendrës për Studime Strategjike të Ballkanit, nën kryetari i Timberit dhe antari i Këshillit të Biznesit Turq Kosovë në DEIK. Në delegacion mori pjesë dhe këshilltari i tij Mahmut Ozkaplan. Ve bu ziyaretlerde ikili ilişkiler, büyük görüşmeler, ticari görüşmelerle noktalanan bir görüşme silsilesi. İnşallah hayırlısı olur, çünkü biz buraya hem bir ahde vefa borcumuz var ama diğer yandan da ticaret yapıp karşılıklı para kazanmak, legal ve helal para kazanmak üzerine buradayız. Mehmet Qivrak, kontabilist i certifikuar dhe drejtori një agjencie për kulturë dhe art, theksoi se pjesëmarrja në këtë vizitë synon holumtimin e mundësive të investimeve. AK Parti'nin 2024 yılında yerel seçimlerinde grup sözcüsü olarak, belediye meclis üyesi olarak şu anda aktif siyasette rol almaktayım. Analizën e tregjeve dhe organizimin e aktiviteteve tregtare në Ballkan. Ne dëshirojmë të krijojmë ura të reja ekonomike ndërmjet Turqisë dhe Ballkanit në emër të tyre dhe sipërmarrësve që përfaqësojnë, u shpreh ai. Antari delegacionit Dr. Davot Dinçel, ligjërues universitar dhe antari i Këshillit Komunal të Gazimirit, deklaroi se përvoja e tij akademike dhe në administratën lokale mund të kontribuojë në zhvillimin e projekteve të përbashkëta në fushën e arsimit, menaxhimit të cilësisë dhe zhvillimit lokal. Balkan topraklarında, Kosova'da da bu ihracat faaliyetlerini sürdürmek istiyorum. Bu bölgedeki iş insanlarımıza şu çağrıda bulunmak istiyorum. Sadece İstanbul'da gelip İstanbul'dan mal alıp Kontabilisti dhe auditori pavarur Gjunejt Feslikan, me një përvojë prej 24 vitesh në sektor, theksoi se gjatë vizitës përshkruan mundësitë e bashkëpunimit në industri, ndërmarrësi, skema stimuluese, mbështetje shtetërore dhe fondet e bashkimit evropian. Çerçevesinde birçok kıymetli insanla birebir görüşme fırsatımız oldu ve Ate Yadigarı toprakları yerinde ayağımızı bastık, havasını teneffüs ettik ve bizzat yerinde gördük. Halkın sıcaklığını da hissettik. Ndërka studiuesja dhe shkrimtarja Ainur Imran, një herazi krye redaktore revistës Azerbejxhanit, zhvilloi kontakt në fushën e diplomacisë kulturore, medias dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, me synim për të forcuar lidhjet kulturore ndërmjet Turqisë dhe vendeve të Ballkanit. Bugünkü delegasyonumuzla birlikte Sayın Milletvekilimiz Rifat Said önderliğinde Balkanları geziyoruz. Ben çok etkilendim. İlk defa böyle bir ziyarette bulunuyorum ve buradaki Türklerle birebir iletişimde oluyoruz. Tabii bu kadar güçlü olduklarını, bizi bu kadar sevdiklerini bilmiyorduk. Ben bilmiyordum. Ya yeniden tanımak çok güzel oldu. Kavuşmak. Në delegacion ishte praneshëm edhe Musa Aras, pronari i kompanisë Musa Aras, i cili vlerësoi mundësinë e investimeve dhe bashkëpunimit në sektorin e energjisë, përfshirë prodhimin e pajisjeve elektrike, projektet e energjisë diellore, nën stacione transformuese dhe infrastrukturën energjetike. Pritet që këto vizita dhe takimet të kontribuojnë në forcimin e marrëdhënieve ekonomike ndërmjet Turqisë dhe vendeve të Ballkanit, në rritjen e investimeve të ndërsjella dhe në krijimin e partneriteteve të reja tregtare. Antarët e delegacionit deklaruan se rezultatet dhe gjetjet e këtyre kontakteve do të ndahen me institucionet publike dhe përfaqësuesit e sektorit privat. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25